komune preferum? Kryeministri ishte në një tubim elektoral dhe mbajti një fjalim politik ku e ngriti një çështje parimore. Ta shumë për ju pyes juve, a jeni dakord edhe ju në parim që buxheti, pra taksat e qytetarëve, nuk duhen me përfundu aty ku keq përdoren. Deklarata politike. Dhe kush vendos për? Jo, kush vendos? Buxheti Kryeministri nuk vendos. Jo, nuk ju dini më mirë se sa unë. Puna me vendos. Nuk mundet me thonë se unë po dyshoj që filan kryetari mundet me keq përdor taksat e rrjedhimisht unë SPA, apo janë organe të tjera që merren me këtë. Ky vend ka ligje, ka formula se si ndahet buxheti. Prishtina ka dhe ligjin e vet që ka formulën e vet specifike se si ndahet buxheti. Kryeministri, sikurse çdo udhëheqës tjetër publik që ka për detyrë me u siguru që ruhet paraja publike në mënyrën më të mirë të mundshme, e bëri një deklarat politike në nivel parimor dhe natyrisht me këtë pajtohemi gjithë, ne gjithë duhet kujdesemi që taksat e qytetarëve të mos keq përdoren. Po çka më habiti mu, ishte që i pari që u lajmëru, masi që kryeministri tha ata që nuk din me punu dhe që vjedhin buxhetin, ishte kryetari Rama. Ç'është ky reagim ka që shpejt kështu? Se e gjetë vetën aty zoti Rama. Ju tregoj që Prishtina, përkundër faktit që ka aprovu buxhetin në 9 dhjetor të vitit 2024, sot 11 muaj e ka të bllokuar buxhetin. Pra buxheti i kryeqytetit sot është i bllokuar. Pra në bazë të çfarë ligji ose në çfarë arsye bllokohet buxheti i kryeqytetit? Kush e ka bllokuar buxhetin? Pra këtë buxhet të kryeqytetit i cili është i aprovuar ku ministri faktikisht ka pas kohë deri në fund të vitit e pastaj që thonte që janë zgjedhjet ka pas kohë edhe deri më 9 shkurt, nuk e ka shtyr përpara të jetë pjesë e buxhetit të Republikës së Kosovës. Tash, përkundër kësaj që 2025, në buxhetin 2025 nuk e kanë aprovu si rezultat e një arsye të kohët se kënse ne nuk e pas këm votu me kohë, por kjo ka qenë për brenda vitit 2024, por ka qenë me kohë, në bazë të kushtetutës të Kosovës është dashur me transferu buxhetin para prak të vitit 2024. Edhe këtë nuk e kanë bo. Pra, në çfarë ligji, në bazë të çfarë ligjit ju veproni, ose do më thonë propozoni çështje të tilla, pra a keni ju kushtetutën e Kosovës të cilët i përmbaheni, apo e keni ndonjë kushtetut të vetëvendosjes, ku nuk ka asnjë, nuk e shikoni çfarë thot ligji i kushtetutës së Kosovës, po i përmbaheni çfarë i teket kryeministrit në detyrë, edhe të gjithë juve që nënshtroheni atij. Pra kjo është pyetja ime. A keni kushtetut të vetëvendosjes ju që po i përmbaheni, apo kushtetutës të Kosovës, sepse i kanë bllokuar të hyrat vetanake të kryeqytetit. Edhe për këtë arsye ne kemi kallëzuar padi ndaj ministrit Hekuranit, Hekura Muratit edhe 3 zyrtar, sepse në mënyrë të jashtëligjshme e kanë bllokuar buxhetin. Derisa kryeministri në detyrë e tregoi vetë. Domethënë tha që na jemi bllokues të buxhetit, sepse këta vendosin në bazë të kushtetutës të vetëvendosjes, vendosin, këta janë gjykatës. Këta e din kush është i keq, kush është i mirë, kush është hajn, kush është kësi, kush është asi. Domethënë këta e kanë krejt aty në kushtetutën e vetë të vetëvendosjes. Mirë, kështu. Buxheti i komunës së Prishtinës, bashkë me buxhetin e komunës së Gjilanit dhe buxhetin e komunës së Zubin Potokut, janë miratu nga komunat përkatëse jashtë afateve që i parashë ligji. Nuk është e vërtet. E Prishtinës nuk është. E Prishtinës ka pas deri në fund të dhjetorit ka pas mundësi. E Gjilanit po, në vitin e ardhshëm. E Prishtinës jo. Ja, të lutem. Nëse nuk i din gjanat, duhesh me i shiku se nuk i din gjanat. I Prishtinës është miratu me 9 dhjetor. Po, me 9 dhjetor, për brenda afatit. Ka pas ko deri në fund të dhjetorit. Ka pas ko deri në fund të dhjetorit Parlamenti i Kosovës për me fut buxhetin e Prishtinës në buxhetin e Kosovës. Nuk është e vërtet, vetëm një sen të lutem se ke tregu shumë të pavërteta gjatë gjithë kohës. Mos vazhdo me tregu të pavërteta, tregoj fakte. Këto janë fakte. Apo jo? Okej, faleminderit shumë.
Kjo është kresa e kryetarit Rama, dërguar ministrit Murati për buzetin e Prishtinës. Dhe mban datën 16 dhjetor 2024. Kjo është pas mirat... Kjo është e treta shkresë. Ne faktikisht kemi shu shkresa tjera para prake. Qysh po mendon që kishë mujtë na me te kalu nëse kish me sënë gjithë shka në regull me lizin miratimi i buzetit. S'kishë mujtë me te kalu. Ti po flet për një situatë të pacen. Ti e din shumë mirë që buzetin... Personalisht nuk po e di, dorën zamër. Të gjitha organizatat buzetore i kanë afatet e tyne për me i dërgu buzetet në Ministrinë e Financave, apo jo? Sepse në fund aty bon këtë bashkë, edhe se ligjë buzetit sponsorizohet në Edhe deri kur ka afat Parlamenti i Kosovës me kry këtë? Deri kur ka afat? Po tregom deri kur ka afat Parlamenti i Kosovës me kry këtë? Deri kur? Tash, vetëm nëse tregoj, për kundër... Po, vetëm zoti Rama, vetëm ta e... Vazhdo. Ade një minut zoti Qeku, një minut zoti Rama. Interesi nuk ka as qeveria